Na trego pak vendet më të bukura në këtë fshat. Po në këtë fshat nuk ka vend që nuk është i bukur. Mos të jesh aja shumë se nga rendin gjitha vajzat për të ardhur për të martuar këtu dhe se për ndryshe fshatin tonë apo bardhin e madhe kanë quajtur edhe Parizi i dytë. Parizi i dytë është quajtur gjithmonë deri në vitet të 2000. Bardhi këtë zhvillim e mori hovin e vet me nismen e vet, po falë kësaj ku e kemi edhe këto ambulancën e fshatit, këtu e kemi këtë terenin që tash për lojrat për fëmijë që e kanë shtu, kemi kafene, kemi shkollën e mesme ka qenë këtu, shkolla e mesme teknike, ka qenë shkolla fillore plot, po shkolla fillore jonë e plota ka pas edhe 5 paralele. Ne përpara kemi qenë bashkësi lokale. Si bashkësi lokale kemi, ndërsa deri në vitin 1956 harrova ta ciki këto, ne kemi qenë komunë me vete. Bardhi i Madh ka qenë komunë me vete. Dhe tash mas vitet 56 është themelu si bashkësi lokale në kuadër të cilës kanë hyrë në kuadër të fshatit tonë kanë hyrë Bardhi i vogël, Mesbardhi, pastaj Grabovci, qito fshatra kanë qenë këto në kuadër të saj. Po mos harrojmë, kemi pas edhe këto taciki. Nështë do të cikin edhe ata s'është tepër për tonë, sepse rinia e Bardhit Madh, kemi pas 5 skuadra atë botë që garonin në ligin e parë të Kosovës, po edhe në ligin federative, atëherë kanë qenë Liga Federative Jugosllavisë ku kemi marrë pjesë, sidomos ping-pongu, ka qenë trajner Osman Maxhera, trajneri më i mirë në kuadër të ish Jugosllavisë, dhe kemi qenë sportistat më të mirë, kemi pas klubin e ping-pongut, ligin e parë të Kosovës, basketbollin, handbollin, futbolli pak më i dopt sepse s'mu shumë i mujt me futboll se kemi luajtur. Mirë, kështu që po dhe tash është kënaqësi gjithkund sheh lulëzimin e fshatit, sheh që dominon, do të thotë kemi një arteri të lidhjes hekurudhore ta zëm. Këtu është stacioni hekurudhor Bardhi i Madh, prej fushë Kosovës i kemi 6 km, prej Prishtinës i kemi 12 km dhe si jemi me fat që i kemi të gjitha këto. Po si nyje kjo ka shërby gjithmonë prej Bardhin fushë Kosovë dhe ja ku i kanë pru edhe këto depot që kanë qenë një arterie shumë e madhe e zhvillimit edhe të ekonomik të këtij fshati që e kanë bo. Pastaj e kemi mijen si përfaqësore që e shërbim ose furnizojmë krejt Kosovën me rrymë elektrike që nxjerret prej këtu. Për ndryshe, s'është e tepër me thonë që Bardhi i Madh është quajtur edhe Ari i Zi, sepse Ari është ai pasuria nëntoksore me cilën e kemi këtu edhe posëdojmë. Po, si mendon që tash ka ndryshu? Nështë tash pak edhe janë largu prej fshatit? Paka shumë zhvillimi, trendi, hovi zhvillimit edhe ekonomik, edhe të shkollimit, nështë po them, po nështë edhe pak ma tepër të asaj masës që shkojmë në qytet pak ma afër, edhe një kohë nuk ishte as qarkullim të trenit, as me autobusa mas lufti. Gjitha këto ndikun që paka shumë të shpërngulin edhe të gjeni mirëqenje. Mërgjimtarët, kur vinë këto, unë e di që ndryshon krejt fshate, po më